Hello, mirëmëngjesi, si jeni? Lora thuaj mirëmëngjes. Okej, Lora thot gjithmonë. Kesh në atë fiksim nëse me kaka. Mirëmëngjesi, ne po nxitojmë nga Durrësi në Tiranë, jemi në autostradë tani sepse unë sot kam provim. Kam provim në dytë, sepse provimin e parë nuk hyra për mungesë, sepse kisha për shumë mungesë. Po, ke ti provim? Kam provim, po nxitoj të shkojmë në Tiranë, kam në orën 10, po llogaritë e trafikut çdo gjë tjetër, kështu që kur e mendoj që dikur kur isha studente në bachelor, pra kur isha në vitet e mia po flas, që isha tamam në moshën 19-20 vjeçare, ne kemi pas bërë gjithmonë rrugën me autobus, me furgon shumë rrallë nga fundi i shkollës dhe gjithmonë ky stresi niseshim shumë herët, sepse jo po mund të ketë trafik, mund të bëni aksident rrugës, të shkojmë mirë, sidomos kur ishin provimet e orës 8 njëherë niseshim që pik mëngjesit. Sidomos unë që do të merrja edhe një autobus tjetër linja urban, si thoni ju, që të shkoja nga lagja ime, domethënë deri në stacion të trenit në Durrës, që të merrja autobus